Babai po fle. Kjo ishte ajo që 26 vjeçari i tha policisë pasi telefonoi vetë për të kërkuar ndihmë. Por ajo që policia gjeti në banesë ishte shumë e rëndë. Një 26 vjeçar është arrestuar në Gjermani në ndyshimin se ka vrarë me thikë të dy prindrit e tij. Ngjarja e rëndë ndodhi më 19 gusht në Bad Neuenahr, Ahrweiler. Viktimat, nëna 52 vjeçare dhe babai 55 vjeçar, u gjetën të pajet në banesën ku jetonin së bashku me djalin e tyre. Sipas prokurorisë, të dy kishin pësuar plagë të shumta të shkaktuara me thikë. Por ajo që ngriti dyshimet e hetuesit ishte telefonata e vet 26 vjeçarit. Rreth orës 4 të mëngjesit, ai telefonoi policinë dhe tha se nëna e tij ishte plagosur me thikë. Për baban ndërkohë kishte deklaruar se po flinte, por hetimi në vendngjarje solli një tjetër tablo. Sipas hetuesve, gjurmët e gjetura në banesë nuk përputheshin me deklarimet e të dyshuarit. Edhe 26 vjeçari kishte plagë në pjesën e barkut dhe u dërgua në spital për trajtim. Pas ngjarjes ai u arrestua dhe tashmë ndodhet në paraburgim. Ndaj tij po zhvillohen hetime për dyshimin e vrasjes së dy fesht. Hetuesit tani po përpiqen të zbardhin se çfarë ka ndodhur realisht brenda asaj banese gjatë orëve të natës.